Muhammadun Rasulullah. Ajo që kërkon Allahu i lartësuar, kërkon diçka që është prej adhurimeve më të mëdha dhe më madhështore dhe atë do ndajmë në bashkëri sot inshallah Zotit. Dhe që është Gjebrul Khawatir. Gjebrul Khawatir do thot të mjekosh ndjenjat, do thot të shorosh plagët, do thot të qetësosh zemrat, do thot të emocionosh, të gëzosh dikë i cili është i mërzitur, është i ngarkuar. Do thot ti transmetosh optimizëm, lumturi dikujt i cili është thyer, është pesimist, është i mërzitur, është i dëshpëruar nga hallet apo nga sprovat apo nga vështirësitë e ndryshme që mund të përballet. Gjebrul Khawatir, Gjebr do thot të mjekosh, të ngjisësh diçka që është thyer. Do thot të shërosh një plagë që është sëmur. Dhe ajo që ja shton akoma më shumë bukurinë këtij adhurimi madhështor është edhe fakti se El Jabbar është një prej emrave më madhështor të Allahut të Lartësuar. Emri i Allahut të Lartësuar El Jabbar, të gjithë e dini dhe kemi dëgjuar. Përfshin 3 kuptime madhështore. Kuptimi i parë është lartësinë, dhe Zoti i gjithësisë është i lartësuar me qenien e tij, me madhështinë e tij dhe me gjithçka që ka të bëjë tek ai. Kuptimi i dytë është i plot fuqishëm. Allahu është ai i cili posedon fuqinë absolute, i plot fuqishëm për gjithçka. Mjafton të thotë për diçka bëhu dhe ajo bëhet. Dhe kuptimi i tretë madhështor dhe i mrekullueshëm i emrit të Allahut të Lartësuar El Jabbar është që ky Zot i cili është i lartësuar, ky Zot i cili është i plot fuqishëm, është dhe i mëshirshëm, është dhe i butë, i mjekon dhe i shëron plagët e njerëzve. E pason atë dhimbjen e fukarallëkut me pasuri dhe me mirëqenie. E pason atë dhimbjen e sëmundjes me shërim. E pason dhe mjekon e shëron atë dhimbjen e pesimizmit, të dëshpërimit, të mërzitjes me lumturi. Dhe shikoni se si gjendja jon kalon nga një gjendje, jeta jon kalon nga një gjendje në gjendjen tjetër, dhe kjo është e gjitha prej Allahut të Lartësuar. Që lutim Zotin e gjithësisë si gjendja jon të jetë nga vështirësi, nëse është në mirësi dhe në lumturi dhe në bereqete të shumta. Ky është El Jabbar. Tani, duke qenë se emri i Allahut të Lartësuar është El Jabbar, muslimani do të marrë diçka prej emrit të Allahut të Lartësuar. Dhe prej asaj përditshmërisë, prej misionit të besimtarit dhe të muslimanit është përpiqet mjekoj, përpiqet shëroj, përpiqet të qetësoj. Mos dëmtoni vetët tuaja, mos dëmtoni as të tjerët, madje jo vetëm kaq. Edhe nëse shikoni pacient, njerëz që janë të dëshpëruar në jetën e tyre, ose njerëz të cilët kanë një sëmundje, kanë një hall, kanë një problem, patjetër ti bëu mjeku i tyre. Thot Sufjan el-Thauri, Allahu e mëshiroft, thot një fjalë shumë të madhe, thot nuk di të ketë adhurim më madhështor pas kryerjes së obligimeve se sa shërimi i plagëve të njerëzve. Nuk di të ketë adhurim, termin adhurim e dim që të gjithë, diçka që ta afron tek Zoti, ta kërkon Allahu dhe Allahu është i kënaqur me të. Unë nuk di thot të ketë pas kryerjes së obligimeve që të ka obliguar Zoti, adhurim më madhështor, më gjigant, më të shpërblyer prej Allahut se sa njeriu të angazhohet me shërimin e plagëve të njerëzve. Shikoni se çfarë dimensione e ngri Islami njeriu. E bën atë që mos jetë vetjak, të mos jetë egoist. E bën atë të jetë i mëshirshëm, i butë, dhe të jetë mjek, dhe secili ka mundësi të jetë mjek. Duke filluar nga njerëzit më të afërt që e rrethojnë. Njeriu në mënyrë më primare, më të domosdoshme, që meriton të shërohen plagët dhe të qetësohet dhe gjithmonë të jetë i lumtur është prindi, është nëna, është babai. Asnjëherë nuk duhet acaruar shpirtrat e tyre, apo nuk duhen rënduar zemrat e tyre. Madje edhe nëse në një moment apo në momentin tjetër janë të rënduar apo janë të ngarkuar, besimtari, fëmia angazhohet gjithë mundin e tij dhe gjithë angazhimin e tij është për të qetësuar shpirtin, për të qetësuar zemrën e babait, zemrën e nënës. Nuk mund të ketë adhurim më madhështor se sa ky adhurim në këtë moment. Gjithashtu, njeriu
që më së shumti meriton të shërohen plagët, të qetësohen zemrat, të mos lëndohet, të mos mërzitet, është bashortja, është bashorti, është njeriu që personi ndan jetën, ndan familjen, është personi i cili mban bashkë me të barrën e shtëpisë, barrën e hallëve, problemeve dhe sfidat e jetës. Prandaj thotë pejgamberi alayhisalam njeriu më i mirë tek Allahu dhe më i shpërbyer nga Zoti i gjithësisë është ai i cili është më i miri me bashortën e vet. Pastaj duke filluar nga njerëzit më të afërt, nga njerëzit që më së shumti jeton me ta, Jabrul Khawatir. Bësh mjet i shpirtrave, i zemrave, i ndjenjave të njerëzve. E dini se si ky njeri mbushet dhe shpërblet nga Zoti i gjithësisë pa hesab. Prandaj thotë i dërguari i Allahut lartësuar, i drejtohet një ditë një shokut të tij, një besimtar i cili shkon dhe i thotë: "O i dërguari i Allahut, kush është njeriu më i mirë dhe cila është vepra më e mirë?" Profeti alayhisalam i thotë: "Njeriu më i mirë është ai i cili është më i dobishëm për njerëzit." Dhe vepra më e mirë është gëzim, është të futesh gëzim në zemrën e besimtarit, në zemrën e muslimanit, në zemrën e njerëzve. Apo ti largosh një breng, apo ti heqësh një mërzitje, apo ti shlyesh një borxh, apo ti plotësosh boshllëkun e urijës. Dikush i cili ka një boshllëk urije ti ja plotëson. Dhe thot pasaj i dërguari i Zotit lartësuar, dhe ai i cili i përmbahet zemërimit të tij, Allahu i lartësuar ja mbulon mangësitë. Ai i cili e kontrollon zemërimin, Allahu ja mbulon mangësitë. Dhe ai i cili e gëlltit zemërimin e tij dhe nuk e shpreh, nuk vepron në bazë të zemërimit të tij, edhe pse ka mundësi fizike ta bëjë diçka të tillë, ta marrë hakun të drejtën e tij, Allahu i lartësuar ja mbush zemrën me gëzim, me qetësi, dhe Allahu i lartësuar është shpërblim të madh në ditën e Kiametit. Dhe të marrë dikë prej dore, thot profeti i Zotit, të marrë dikë prej dore dhe ta shoqëroj atë, derisa ta kryej hallin e tij, problemin që ka, dertin që ka, është më e dashur për mua se sa të ri dhe ta adhuroj Zotin një muaj rresht pa ndërprerje në këtë xhami, në xhamin e profetit, në xhamin e Medinë, aty ku një namaz është i barabartë me 1000 namaze. Dhe këtu bëhet fjalë për adhurim vullnetar, jo për kryerjen e obligimeve. Dhe pastaj këtë hadith që unë e thash në përgjithësi me kuptimet e tij, e përfundon i dërguari i Zotit lartësuar duke thënë: "Dhe morali i keq e prish veprën e mirë, ashtu siç prish uthulla kur hidhet në mjalt, që e prish atë." Që do thotë, a do të tregoj se cilat janë veprat të cilat më së shumti e gëzojnë Zotin dhe më së shumti e shpërblejnë robin? Janë 1, 2, 3, 4, 5, mirë po kujdes nga morali i keq, sepse ti mund të bësh mirë, ti mund të shlyesh borxhet e njerëzve, ti mundet të plotësosh boshllëkun e urijës së tyre, ti mund të qetësosh në momentet e caktuara dhe hallet dhe brengat dhe kështu me radhë, mirë po nga ana tjetër çfarë bën? E prish dhe shkatron atë me moralin e keq. Dhe një prej formave të moralit të keq është, siç thot Allahu i lartësuar: "La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha." Mos ia zgjesoni kontributet tuaja duke u përmendur njerëzve apo duke u sjell keq atyre në momente të caktuara. Gjithashtu i dërguari i Zotit lartësuar ka thënë, pra pejgamberi alayhisalam ka thënë, dhe Allahu do të vazhdojë në ndihmën e robit përderisa robi është në ndihmën e njerëzve. Allahu do të vazhdojë që ta ndihmojë dikë përderisa ky person ka dert të jetë në ndihmën e njerëzve, të gjendet pranë njerëzve. Nëpërmjet këtyre formave Allahu i lartësuar dëshiron që të lidhë zemrat mes njerëzve, që të bëjë që të solidarizohen mes veti, të bëjë njerëzit që të jenë një trup i vetëm. Dakord, Allahu është ai, sepse dikush mund i bie shkurt dhe thotë po mirë, dakord, Zoti pse nuk i zgjidh gjërat në formë tjetër? Të mos ketë varfëri, të mos ketë mërzitje, të mos ketë halle, të mos ketë këtë, të mos ketë atë. Allahu dëshiron që të ketë, që të jenë këto dukuri dhe këto fenomene. Dhe pastaj Allahu i lartësuar na ka angazhuar ne që t'i plotësojmë dhe t'i mbyllim këto boshllëqe, në mënyrë që të nderohemi, të afrohemi tek Zoti, të shpërblehemi, të lidhemi fort njëri me tjetrin, duke i shërbyer shumë njëri tjetrit. Dhe ky është prej adhurimeve më fisnike. Prej adhurimeve më fisnike dhe më madhështore është që të lartësohesh tek Zoti i gjithësisë me shërbimin që u bën të tjerëve.
me shërbimin që i bën familjes, prindit, bashortës, fëmijës, me shërbimin që i bën vëllait dhe me të gjitha këto morale të larta të cilat i përfshin ky mesazh i dërguar i Zotit lartësuar. Po të shohim Allahun i cili është El Jabbar, vërtet e dërgon sprovën, vërtet në momentet saktuara e dërgon dhimbjen, mirë po ai është përsëri që pasi kjo sprovë e ka quar në vend misionin që ka, Allahu i lartësuar pastaj e ngre dhe lartëson. Ky Zot është i mëshirshëm. Vërtet Allahu deshi që vëllezërit e Jusufit t'i ngrenin atë kurthin Jusufit alayhis salam. Dhe përfundoi pikërisht në gropën e pusit, në brendësinë e pusit. Mirë po çfarë thot Allahu i lartësuar? Allahu i madhruar i shpalli dhe e frymëzoi dhe e përgëzoi që ti do të vi një moment do t'i lajmërosh për këtë gjë që janë duke të bërë. Dhe ata nuk do ta kuptojnë. Pra në një farë mënyre e përgëzoi se do vi një moment ti do dalësh nga kjo situatë dhe Zoti do t'ju bëjë bashkë përsëri. E qetësoi shpirtin e tij. Allahu e dërgoi sprovën, por Allahu ja qetësoi edhe zemrën. Gjithashtu i dërguari i Zotit lartësuar e ka patur si mision në jetën e tij. Dhe u ka transmetuar atë shokëve të tij, që një musliman i mirë dhe një besimtar i mirë është ai i cili menaxhon, kujdeset për ndjenjat, për emocionet, për zemrat e njerëzve. Dhe ai musliman i cili feja e tij, Islami i tij nuk ka arritur që t'i transmetojë në brendësinë e tij dhe në jetën e tij mëshirë, butësi, respekt, kujdesje për ndjenjat e njerëzve, ky njeri rrezikon xhenetin. Edhe herë tjetër e kemi thënë, a doni t'ju tregoj thot profeti i Zotit se kush janë banorët e zjarrit, ata që masivisht do të hyjnë, do të futen në zjarr? Thot ata që janë të vrazhd, ata që janë të ashpër, ata që janë pa ndjenja, ata që janë të dhunshëm, ata që kanë tipare kriminali, ata që nuk mëshirojnë, që nuk tolerojnë, është më se normale që kur dalin përpara Zotit lartësuar, as nuk do të mëshirojnë dhe as nuk do të tolerojnë. Prandaj, a doni t'ju tregoj se kush janë ata që masivisht do të hyjnë në xhenet? Çdo njeri i butë, i mëshirshëm, çdo njeri i cili ya'laf wa yu'laf, i do afron të tjerët, por njëkohësisht duhet dhe afrohet edhe për të, edhe nga të tjerët. Prandaj po të marrim dhe të shohim historinë e dërguar të Zotit lartësuar, profeti i Zotit, edhe pse ka patur një mision shumë madhështor për të çuar në vend urdhrat e Zotit, dispozitat e Allahut të lartësuar, fenë e Zotit përsëri ka qenë më i mëshirshëm. Përsëri ka qenë më i mëshirshëm. Dhe ne e shohim në disa raste të dërguar e Zotit lartësuar, duke transmetuar këtë moral kaq madhështor. Më lejoni të shkurtimisht disa prej këtyre rasteve që tregojmë se si besimtari e ka dert atë mjekimin e shpirtrave, të zemrave dhe pikërisht këtë temë për të cilin jemi duke folur. E dini se çfarë ka ndodhur? E dini që Allahu i lartësuar ka dërguar një sure dhe ka qortuar të dërguar në Zot të lartësuar për menaxhimin të një çasti të vetëm, jo korrekt, jo mirë të një situate të caktuar. Dhe ju e dini shumë mirë. E dini që Kurani famulart është një sure që quhet Surja Abese. E dini pse ka zbritur Allahu i lartësuar Abese? U vrenjt pak. Kush u vrenjt pak në fytyrën e tij? I dërguari i Allahut. Pse u vrenjt pak në fytyrën e tij? Sepse në një moment kur ishte duke bashkë biseduar me parin e Mekës, dhe i dërguari i Allahut të lartësuar shpresonte shumë që ata të pranonin Islamin, të udhëzoheshin, vjen një person i cili ishte i verbër. Ishte i verbër, nuk shikonte fare. Mirë po e dëgjoi që aty ishte i dërguari i Zotit, dhe i thotë o i dërguari i Allahut, a ka zbrit diçka të re Allahu, diçka nga Kurani? Alimni, më mëso diçka të re, më përmiso, më jep një këshill. Dhe nuk e shikonte, sepse ishte i verbër, nuk e shikonte që i dërguari i Zotit ishte tani në kulmin e një bisede shumë të rëndësishme për të. Ishte duke biseduar me parin e Mekës. Dhe profeti i Zotit nuk e lëndoi fare me gjuhë. Mirë po, thjesht u vrenj pak në fytyrën e tij. Dhe u kthye dhe vazhdoi bisedën me parin e Mekës, me një burra të mëdhenj të Mekës. Në këtë moment Allahu i lartësuar zbriti surën Abese. Nëpërmjet kësaj sureje e qorton profetin dhe i thot Abese wa tawalla. U vren dhe i ktheu shpinën dikujt i cili erdhi me nxitim dhe kërkonte shpëtim dhe kërkonte këshill, kërkonte të furnizoj me diçka që zbret me shpallje që zbret prej Allahut të lartësuar.
dhe e qorton në një farë mënyrë profetin Alisa. Dhe ajo që është më madhështoria dhe më e çuditshme, dini cila është? Abdullahu ishte i verbër. Dhe ai fare nuk e pa faktin që profeti i Zotit u vrenjt. Nuk kuptoi, nuk u ndje keq, sepse ai nuk e pa që i dërguari Allahu na u vrenjt. Pavarësisht se nuk e pa, pavarësisht se nuk e kuptoi. Allahu lasuar dëshiron që ne të kemi standard të lartë në veten tonë, pavarësisht se e pan njerëzit apo nuk e pan diçka të tillë. Çrëndsi ka? Ti vetë duhet jesh në lartësinë e kujt, lartësinë e gjendjes, në lartësinë e situatës. Dhe qorton Allahu lartësuar. Pse kjo gjë? Sepse në një farë mënyrë mund të prekeshin dhe mund të cënoheshin ndjenjat e kujt, ndjenjat e besimtarit, për të dhënë mesazh. Ka ndodhur një ngjarje e lezetshme në kohën e të dërguar të Zotit lartësuar. Zeid ibn Arqam, një djalosh i vogël, u përball në një situatë, dëgjon kokën e munafikëve të hipokritëve, Abdullah ibn Ubay ibn Salulin. E dëgjon duke fol shumë keq për të dërguarin e Zotit. Thot, sa të kthehemi në Medinë, thot, ne që jemi krenar, do t'i marrin, do t'i nxjerrin prej qytetit ata të poshtëruarit. Dhe kishte për qëllim të dërguarin e Allahut bashkë me besimtarët. Mirë, po ky person që e tha këtë fjalë, nifej në mesin e muslimanëve si musliman. Zeidi, ky djalosh i vogël, e dëgjon se çfarë tha, ja thot xhaxhait të tij, dhe xhaxhai i tij ja transmeton profetit alayhis salam. Në këtë moment, i dërguari i Zotit lartësuar, u përhap lajmi, atëherë të gjithë muslimanët filluan dhe thanë, si ka mundësi që një njeri që e heq veten dhe sillet si musliman të thotë këtë gjë për të dërguar në Allah dhe për besimtarët. Mirë po, kur përhap lajmi, i akuzuari nuk u bë në mesin e njerëzve autori ai që e kishte thënë atë fjalë. Mirë po, filluan dhe për gënjeshtronin Zeidin, fëmijën që e tha të fjalë. Pse kjo gjë? Sepse thanë, po ju pse veni pas fjalëve të një fëmije. Pra këta munafik filluan dhe çfarë të mbroheshin, duke që nga Abdullahu i pari, filluan të mbroheshin me se duke akuzuar që ju besoni një fëmijë, ndërkohë që për vete u betua që nuk e kam thënë diçka të tillë. U betua që jo kurrë se kam thënë diçka të tillë. Çfarë thot ky djalosh? Zeid thot pash Zotin. Më ngushtua dunjaja, më kaploi një mërzitje, më kaploi një trishtim, sepse njerëzit më përgënjeshtuar, më nxorën gënjeshtar, dhe në një farë mënyrë kisha frikë se si do të trajtonte i dërguari i Zotit lartësuar, sa që më dukej se do të mbinte mbi kokën time qielli. Dhe duke ecur një ditë në këtë gjendje i mërzitur, e kishte përjetuar edhe pse ishte fëmijë. Thot, kur dëgjoj, kur kuptoj që po më prekte veshin tim, dora e të dërguarit të Zotit lartësuar e shoqëruar me një buzëqeshje. Dora e dërguarit të Allahut të lartësuar e shoqëruar me një buzëqeshje. Pra e preku e përkëdheli në veshin e tij dhe pastaj i shoqëroi një buzëqeshje profetit alayhis salam, si për t'i thënë që pavarësisht se çfarë thonë njerëzit, unë e di që ti thua të vërtetën. Thot pasha Zotin e gjithësisë. Atë përkëdhelje që më dha i dërguari i Allahut të lartësuar, me atë buzëqeshje nuk e këmbeja as me përjetësinë në këtë dunja. Pra nëse do më thuaj, e dëshiron përjetësinë apo atë përkëdhelje dhe buzëqeshje që të dha i dërguari i Zotit, thosha jo, më mjafton ajo përkëdhelje dhe buzëqeshje që më dha i dërguari i Zotit lartësuar. Pse e bëri këtë veprim pejgamberi alayhis? Sepse e kuptoi që ishte i mërzitur dhe i transmetoi një element për ta qetësuar shpirtin e tij dhe zemrën e tij dhe për t'i transmetuar çfarë? Besim. Vin fukarën tek pejgamberi alayhis salam një ditë. Tur. I thonë dërguari i Allahut, jemi të shqetësuar. Pse? Sepse të pasurit mes nesh kanë mundësi që të bëjnë vepra më shumë se sa ne. Ata me pasurinë e tyre japin sadaka dhe kryejnë haxh dhe kryejnë umre dhe bëjnë vepra të mira. Ndërkohë që ne nuk kemi. Pejgamberi alayhis salam thotë, a nuk keni dhe ju mundësi se si ti garoni dhe ti parakaloni ata me sevape dhe me shpërblime? Dhe orienton profeti i Zotit tek punët e mira. Thot, dhe për çdo tasbih që bëni subhanallah, kjo është sadaka, është shpërblim, për çdo elhamdulillah merr shpërblim, për çdo la ilaha illallah merr shpërblim, nëse heq një pengesë nga rruga merr shpërblim, nëse orienton për tek e mira ke shpërblim, nëse pengon nga e keqja ti merr shpërblim, madje edhe nëse vendos një standard që çdo gjë e bën me një jetë të mirë, deri tek jeta intime bashkëtorë, edhe aty ke shpërblim.
u kënaqën, u gëzuan, i qetësoi zemrat e tyre, tha po, atëherë i bie që edhe ne mund të garrojmë. Dhe kthehen tek i dërguar, dhe kthehen pastaj në shtëpitë e tyre nga i dërguari i Zotit të lartësuar. I zbret shpallja pejgamberit alayhis salam. Shikoni njerëzit e mëdhenj. I zbret shpallja të dërguar të Zotit. U trondit sa që shkon me të shpejt në shtëpinë e tij dhe thot: Zemiluni, më mbuloni. Ishte përballur me Xhibrilin, ishte marrë mesazhin që tashmë do ndryshonte krejtësisht jeta e tij, do të ishte i dërguar i Zotit. E shikon bashortja Hatixha në këtë gjendje, çfarë i thot? Gjën e parë që i thot, direkt e qetësoi, i thot: o Muhammed, o bashort i dashur, i nderuar, ti kur nuk të humbet Allahu. Asnjëherë nuk të humbet Zoti. Pse? Për këtë arsye. Dhe i numëroi të gjitha virtytet e larta që kishte i dërguar i Zotit të lartësuar. Nuk të humbet Zoti. La tahzan inna Allaha ma'ana. Siç i ngushëlloi dhe siç i qetësoi profeti i Zotit Ebu Bekri kur ishte në shpellë bashkë me të, që e kaploi në një farë mënyrë frika, thot mos u mërzit, Allahu është me ne. Njerëzit qetësojnë, mos u mërzit, njerëzit ngushëllojnë, njerëzit japin shpresë. Hyn një ditë, futet një ditë në xhami profeti i Zotit dhe gjen një njeri të këputur, të dërmuar, të mërzitur, të lodhur nga hallet. Ebu Umame. Thot: o Ebu Umame, pse po të gjeni në xhami në një moment që nuk është momenti i namazit? Tani nuk është momenti për të falur namazin. Pse je në këtë orar? Dhe këtu ka edhe një mesazh që muslimani kur lind dielli dhe gdhin dita, shpërndahet për kërkuar rizikun e Zotit të lartësuar. Muslimani është punëtor. Mirë, po një ditë e gjen Ebu Umamen në xhamin, jo në orarin e namazit. Pse po të gjeni në xhamin? Thotë: o dërguari i Allahut, kam marrë të ndaj hallet me Zotin, sepse me të vërtet më kanë kapluar borxhet, kanë mbuluar borxhet, mërzitjet, hallet, problemet. Profeti i Zotit, a do të orientoj tek një dua që nëse drejtohesh Allahut të lartësuar, ta largon mërzitjen, të shlyen borxhet, të hap rrugët për të shlyer borxhet dhe për dal nga situata? Dhe i mëson profeti alayhis salam atë duan e famshme se si ti kërkojmë mbrojtja Allahut të lartësuar nga mërzitja, nga ankthi, nga brengat, rëndesa e borxheve, nga padrejësitë e njerëzve dhe nga çdo gjë, nga pamundësitë, nga dembelizmi, nga gjithçka që me të vërtet ne na rëndon jetën tonë. E qetësoi i dërguari i Zotit të lartësuar. Thot Ka'b ibn Malik, kur nuk kam për t'i harruar Talhas atë veprim që bëri për mua. Çfarë bëri Talha? Ka'bi ishte gabuar. Dhe i dërguari i Zotit të lartësuar i dha një mësim të mirë. Por mirë po erdhi përgëzimi prej Allahut të lartësuar se si Allahu e kishte falur. Në momenti kur erdhi përgëzimi, Ka'bi hyri në xhami dhe besimtarët e pritën në xhami. Mirë po askush nuk u ngrit ta përqafonte përveç Talhas. Dhe dera xhamis dhe përqafon dhe shtrëngon fort dhe thot: përgëzime për ty o vëlla, se të ka falur Zoti, ka zbritur Allahu i lartësuar Kur'an për ti. Çfarë thot Ka'bi? Thot: kur nuk ja kam harruar këtë detaj Talhas. Kur nuk ja kam harruar këtë detaj Talhas. Çfarë bëri asgjë? Thjesht u qua prej vendit e përqafoi vëllan dhe tha: përgëzime për ty. Siç mund të ngritesh prej vendit dhe të përgëzosh dikë i cili ka arritur një sukses në shkollë, në punë, në angazhim, apo është martuar dhe ti e uron, apo një sukses të caktuar. Ama nuk të harron kur. Çfarë thot Aishja? Kur, asnjëherë nuk ja kam harruar atë gestin që ka bërë ajo grua besimtare ensarie, prej ensarve. Që çfarë bënte? Në muajin e vështirë që përjetoi Aishja, në shpifjen e madhe që bën për të, që ju ngushtua toka dhe ju rëndua situata dhe e kalonte vetëm duke qarë, sepse akuzuan në nder, hipokritët dhe njerëzit e sëmurë dhe njerëzit e dobët. Çfarë thot? Nuk i harroj kur asnjëherë një gruaje e cila thjesht vinte, futej në dhomën time, qëndronte orë të tëra me mua dhe vetëm qante. Asnjë fjalë nuk thoshte. Thjesht ndante dhimbjen me mua. Ndante, pa më ngushëllonte, thjesht qante. Asnjëherë nuk kam për t'i harruar asaj. Madje i dërguari i Zotit lartësuar shkoi deri aty sa që mëshironte edhe lotët e kafshëve. Ta ka mësuar ne, besimtari ka dëmshuri, besimtari ka mëshirë, besimtari ka ndjenja. Ju e dini hadithin se si vjen një djalosh tek i dërguari i Zotit lartësuar dhe tërhiqte prej kapistre devën e tij.
Dhe sa po pa deveja profetin e Zotit, dhe kjo është një prej mrekullive që i është dhënë profetit alayhis salam. Sa po e pa të dërguar në Allah të lartësuar, filloi dhe lotonte deveja. Thot Muhamedi alayhis salam, e kujt është kjo kafsh, kjo deve, e kujt është? Thanë dërguari i Allahut, i thot ky dere është e imja. I thot sa po mua ankua, se ti e ngarkon tej mase, tej asaj që ajo mban, dhe nuk e ushqen siç duhet. Dhe nuk e ushqen mjaftueshëm. Madje, dërguari i Allahut të lartësuar ka thënë, Allahu i lartësuar e ndëshkoi me zjarr një grua për shkak të një maceje, se mori e lidhi derisa ngordhi. As nuk e ushqente dhe as nuk e la të lirë ta gjente vetë ushqimin. Prandaj të nderuar dhe rastet të tilla ka pafund, unë nuk dua që të zgjatëm më. Them se mjafton me ndihmën e Zotit të lartësuar për të marrë një sinjal. Islami ka ardhur për të ndërtuar njerëz të mëdhenj. Dhe njeriu i madh është ai i cili fillimisht ndërton zemrën e tij, një zemër të madhe dhe krahoror të gjerë. Dhe njeriu i madh është ai i cili jeton me njerëzit, jeton me hallet e njerëzve. Minimumi me fjalën e tij, me gjuhën e tij, nëse nuk ka mundësi me pasurinë e tij. Prandaj e lutim Allahun lartësuar që të jemi për atyre njerëzve, të cilët me të vërtet janë mjekues, janë shorues, janë qetësues të shpirtrave të njerëzve. Dhe kujdes dhe Allahu na ruaj që të bëhemi për atyre që në një formë apo në formën tjetër shkaktojnë plagë, Zot na ruaj. Sepse nuk është çudi që ai i cili shkakton do të shkaktojë dhe ati. Prandaj na bëftë Allahu i lartësuar të dobishëm, na falë Allahu i lartësuar mangësitë tona dhe falenderojmë Zotin e gjithësisë për të fe madhështore që na ka dhënë dhe kërkojmë Allahut të lartësuar që të gjitha plagët, dertet, brengat, hallet e besimtarëve, të muslimanëve, të njerëzve të mirë, Zoti i lartësuar t'i shiroj dhe Zoti i lartësuar t'i shuroj dhe Allahu i lartësuar t'i lehtësoj dhe kërkojmë Zotin e gjithësisë ta bëjë gjithmonë mirësinë në këtë botë, në xhenetet e larta në botën tjetër. Aqulu ma tasma'un, astaghfirullaha al-azim li wa lakum. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah.